Të kam shkrujt mesazhe, kthe përgjigje. U bë një çik, nuk është për mua. Mesazhi është për faqen e produkte fshati. U bë nami me videot që postova, me gjërat që porosita nga produkte fshati. Edhe tani, njerëzit duhet të përgjigjen në të gjitha ato mesazhe, në të gjitha ato porosi që u vinë. Por është e pamundur të përgjigjen të gjitha së bashku. Ndaja edhe duhet të bëni pak durim, se ka me mira mesazhe që i kanë ardhur, edhe siç mund të kuptoni të gjithë ju, janë produkte fshati, janë të gjitha që përgatiten në dorë, nuk përgatiten në makineri. Që kështu është përgjigjur në disa njerëz, përgatit disa porosi, edhe pastaj do vazhdojnë në mesazhet e tjera. Nuk e prisin këtë fluks pune kaq shumë, dhe ju faleminderit nga zemra nga anë e tyre për të gjitha ato mesazhe që keni dërguar. Do t'u përgjigjet vajzat të gjithëve një nga një, po janë shumë të zënë me porositë, edhe nuk kanë kohë që të përgjigjen, ndaj do bëni pak durim. Edhe diçka tjetër, kur u dërgon listën e produkteve, se çfarë ka, juve mund të zgjidhni çfarë të doni, dhe nuk do thosë se duhet ta zgjidhni ta merrni të gjithë listën. Çfarë u mungon juve, çfarë doni të provoni juve nga produkte fshati. Por se më vjen edhe mua shumë mesazhe, edhe tek faqja e tyre janë pafund mesazhet, duhet të bëni pak durim, do përgjigjen të gjithë juve. Edhe së shpejti do keni dhe juve Baza, Çepella Fiku, unë po i mbaroj. Të gjitha këto, vetë pak durim të gjithë juve që prisni porositë, dhe të gjithë juve që prisni një përgjigje, se nuk kanë mundësi që të përgjigjen. Janë produkte fshati edhe njerëzit i punojnë çdo gjë me dorë, edhe përpiqen vetë për çdo gjë të përgjigjen në mesazhe, të përgatitin porositë, çdo gjë, ndaj pak durim o njerëz të dashur dhe të bukur. Ciao.